Të hënën në mesditë, Kolegjet e Bashkuara pritet të japin vendimin në lidhje me vendimin e ndërmjetëm të marrë nga kryetari i Gjykatës së Lartë Sokol Sadushi, i pavettinguari në shërbim të kryebashkiakut e arrestuar për 13 akuza dhe 5 vepra të rënda penale Erion Veliaj për aplikimin e masës arrest me burg. Kolegjet e Bashkuara do të japin vendimin të hënën e 4 majit nëse e votojnë apo jo vendimin e ndërmjetëm të marrë nga Sadushi për të nxjerrë Veliaj nga Gjelia, duke marrë si justifikim rastin e Bektash Zenelit. Më 9 prill, në orën 09:30, Kolegjet e Bashkuara u mblodhën në një seancë gjyqësore për të shqyrtuar një akt turpi të marrë nga Partizan Sadushi, që është konkretisht vendimi i ndërmjetëm për nisjen e procedurës për ndryshimin e pjesëshëm të praktikës gjyqësore të njësuar, lidhur me vendimin numër 7, datë 14/10/2011 të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë. Skenari është i qartë. Qëllimi i këtij akti është politik, që mjet ka nxjerrjen e kryebashkiakut të arrestuar të Tiranës Erion Veliaj nga burgu. I pavettinguari Sokol Sadushi, përmes këtij vendimi të ndërmjetëm, kërkon të bëjë ndryshime procedurale që në finale çojnë në ndryshimin e kritereve të vendosjes së masës së sigurimit, duke i shërbyer në këtë mënyrë Erion Veliajt si hall i madh i kreut të Gjykatës së Lartë dhe miku të tij Mero Baze, gazetar mercenar kamikazi i familjes Veliaj.